Hoxha, ndërsa sot ne patëm disa pyetje që kanë të bëjnë shumë me debatin mes trive që hindër me vetëm, domethënë siç ishte pyetja e mjekrës e pantollave shkurta, ashtu që a mund si një këshill për rinin tonë që hinë për debate pa njohuri të mjaftueshme. Po, e para gjithsesi është kjo dukuri që shihet, sidomos dhe dukuri që ripërtrihet, pasi që vazhdimisht ka të rinj që udhëzohen dhe fillojnë domosdoshmë të kuptojnë këtë gjëra, dhe të hapet debati mes tyre, mes atyre që përkrahin një opcion dhe tjerët që kundërshtojnë atë opcion dhe përkrahin opcionin tjetër. Ajo që është shumë më rëndësi është që dy palët duhet vazhdimisht të synojnë të vërtetën. E vërteta është ajo që është Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është element shumë më rëndësi. E dyta, duhet të mundohemi na që si xhamat i thjesht mos pretendojmë se na e sundojmë ose e posedojmë vërtetën absolute. Po na jemi xhamat, jemi musliman të thjesht, argumentet fetare i dim, disa edhe shumë ndoshta nuk i dim, andaj bisedojmë thjesht për një debat mirëfillt me atë që di unë, me atë që din ai, duke mos pretenduar askush se ja ka dhënë vulën kësaj mesele. E treta është shumë e rëndësishme urtësia gjatë debatit, kultura gjatë debatit. Mos ta ngritim zërin, mos ta akuzojmë tjetrin, mos ta ofendojmë tjetrin, mos ta kidnapojmë të vërtetën, kuptimin që vetëm unë e kam askush që s'mund ta ketë, e kështu me radhë. Dhe e katërta është që domthon qëllimi i debatit të jetë përmirësimi jon dhe kalimi nga sfera e bisedës dhe teorisë në sferën e veprimit dhe praktikës. Këtë është qëllimi. Mos e qëllimi thjesht për shembull na kap ndoshta gjysma e natës e përtej natës debate, kur vjen puna e ezanit sabat, as ai mos dalim në xhami me fal sabat. Edhe faktikisht kjo po ndodh shumicën e rasteve me ata që kanë një parapërgatitje psikofizike për të debatuar për çdo çështje. Ata që janë gatshëm për të bërë debate për shumë çështje zakonisht mungojnë në aksionet konkrete, në veprimet konkrete. Ne themi më e urtë dhe më e dashur do të ishte për ata që të jenë pjesë e aksioneve konkrete, edhe pse nuk janë të njohur për debatet ose insistimin në qëllimet e veta gjatë debateve. Se debatet, fundi se bën mes xhamateve, nuk mund të përfundojnë një çështje. Ato do të mëse të hapuna, sikurse kanë gjëra të hapuna, do të bëten edhe ato që janë të hapuna, s'kan mundësi ata me i mbyll. Ama nëse është qëllimi për debatin që kalohet në veprim konkret që të promovohen vlera të caktuara që bashkë domethënë të ndihmojnë të tjerët në obligimet parësore, në prioritetet e fesë, atëherë kjo do të kishte kuptim dhe do të ishte gjë e duhur edhe gjë e saktë. Allah shpërblet.